Vërshimet që ndodhen dje në Çajlan të komunës së Sarajit, pra problemi kryesor ky prua, KKT e cila ka dalë nga shtrati dhe si pasojë e kësaj rjedha e ujit ka deportuar nëpër shtëpitë e banorëve. Ky është obori një shtëpie në fshatin Çajlan, pra prej dje janë munduar që ta pastrojnë me pompë, por ende duket kështu. Këtu e kam pronarin e kësaj shtëpie, i cili do të na tregojë më tepër rreth kësaj. Mund na thoni se çfarë dëmi është shkaktuar? Dëmet janë të mëdha, me thënë ujti ka një mrejnë, edhe me kohën kjo pjesa në këta nuk ka pastru. Mirë po këto është ma grope edhe këtu ka mbe. Do të thënë krejt kjo pjesa ka qenë me ujë? Kjo pjesë ka qenë me ujë, po. Që deri që aty diku një 40 cm. Edhe ka mbri ujti edhe mbrejnë. Ka po dom me plastik. Çfarë dom ju ka shkaktuar? Krejt me mobilje, me krejt i ka. Krejt, definitivisht krejt. Përveç kësaj, pronari i shtëpisë thotë se kanë mbetur pa ujë të pishëm dhe se për momentin janë transferuar në shtëpinë e vëllaut të tij për shkak e erës që kundërmon në shtëpi. Ndërkaq, edhe banorët tjerë pohojnë se problemi kryesor në Çajlan ka qenë dalja e lumit nga shtrati. Se reka ka dalë, se nuk del ujti që ka shumë. Reka është e vogël, shumë do të krite 4 metre e gjonë, e fejl, e kanë kushtar krejtë, nuk ka në dërgjava faj. Pra për ujë me pas apet del, apet dam me mund në banë. Kryetari i komunës së Sarajit Muhamet Elmazi për televizionin 21 tha se 30 shtëpi janë të përmbytura dhe siguroi se qeveria do t'i kompensojë dëmet. Sa i përket lumit, ai tha se punimet për rregullimin e shtratit do të fillojnë brenda 2 muajve. Komisioni për vlerësim tash është vetëm se në terren, do i bëjmë proces verbalet në kuadër ligjit edhe do i dorëzojmë në organet kompetente, konkretisht në qeverinë e Republikës Maqedonisë së Veriut dhe do të kompenzohen gjitha dëmet që u kanë bë materiale. Shfrytëzoj rastin pasi jeni këtu, ta cek më herët kishim koordinim me ministrin e mjedisit jetësor dhe na siguroi që kontrata për rekën në fjalë, rekën e thatë është e nënshkruar, ka kompani e cila u ka përzgjedh për të bë punimet ndërtimore të kësaj reke, edhe pritet vetëm zgjidhet firma e cila do bëjmë mbikëqyrje dhe do të fillojnë brenda maksimum 2 muajve do fillojnë aktivitetet ndërtimore. Ndryshe, si pasojë të rreshurave, vërshime dje pati në 4 fshatra të komunës së Sarajit, Bukoviç, Semenisht, Arnaqi dhe Çajlan.